për mua nuk ka asnjë rëndësi kush e bën ftesën, kuptimin që as i shton as i ul pikë përmbajtjes ftesës në këtë rast. Në një kontekst tjetër, sikur Ermal Asimen bënte një ftesë për një debat, po themi intelektual, që do shkoja me kënaqësi, kam pas debatuar me të edhe në studio televizive ndër vite, kështu që patjetër kemi pikpamje të kundërta, por ama kjo nuk do të thotë që njerëzit mos diskutojnë, mos debatojnë në mënyrë të qytetëruar për idetë e tyre. Në fakt, ftesën e fundit që është drejtuar Lëvizjes Bashk, unë e konsideroj si një ftesë që në thelb, pavarësisht se kush e merr iniciativën, por në thelb është një ftesë e Partisë Demokratike, pra e Partisë Demokratike drejtuar nga Sali Berisha, që u bëhet partive të tjera. Dhe shumë herë ndër vite, sa herë më kanë pyetur, unë kam pas gjithmonë të njëjtën përgjigje, të njëjtin reagim ndaj një ftese të tillë. Dhe do ishte një njëjti reagim sikur të bëhej nga çdo parti që ka qeverisë Shqipërinë deri më sot, dhe unë e konsideroj bashkëfajtore për mënyrën se si kanë shkuar dhe po shkojnë punët në Shqipëri, kështu që kjo ka qenë arsyeja pse unë po edhe të tjerë përfaqësues të Lëvizjes Bashk, sa herë janë pyetur publikisht për këtë gjë, e kemi refuzuar si ftesë. Unë nuk po bëj teori konspirative, pra nuk po them që me do e mos i ka shtyr Berisha, por në thelb sa kohë është një ftesë që kërkon që ta bëj Lëvizjen Bashk bashkëpunëtore me Partinë Demokratike të Sali Berishës, ky është thelbi dhe kësaj ne i themi jo. Pra pavarësisht motiveve të mira apo jo të mira, se nuk mund t'i di motivet e tjerëve, ndoshta për etik do duhet supozoj më të mira, no? Mbase kanë edhe qëllimet më të mira dhe janë nisur në mënyrë kështu gjenuine për ta bërë diçka të tillë, nuk dua ta paragjykoj fare atë gjë, po them që në thelb sa kohë përmbajtja e ftesës është që Lëvizja Bashk të bashkëpunoj me PD-n e Sali Berishës, dhe është në përmbajtje e njëjta ftesë që Sali Berisha ka bërë disa javë më parë, atëherë përgjigjja jonë është e njëjtë, pa i hyrë fare kush edhe për cilat arsye e bëjnë këtë ftesë. Në thelb ky është sepse papajtueshmëria jonë me Partinë Socialiste Edi Rama dhe Partinë Demokratike Sali Berisha dhe me të gjitha partitë që kanë qeverisur bashkë me ta, është një papajtueshmëri e thellë e plot që ka të bëjë prej një morali krejt kundërt që ne kemi. Lëvizja Bashk beson në një politikë ndershme, në një politikë parimore, në një politikë që çon përpara ide që janë për të mirën e përbashkët, ndërkohë që partitë e tjera mendoj që janë parti të kalbura, të korruptuara, që kanë ndërtuar marrëdhënie servilizmi me oligarkinë ekonomike dhe marrëdhënie klienteliste poshtë në shoqëri apo në administratën publike. Kështu që në thelb është refuzim ndaj këtyre faktorëve që ne në Lëvizjen Bashk i konsiderojmë përgjegjës për situatën në cilën gjendemi. Po jam çuditur në fakt, sepse ndryshe nga unë edhe të tjerë përfaqësues të Lëvizjes Bashk, që s'kemi qenë asnjëherë pjesë strukturave të partive të vjetra dhe të kompromentuara, zoti Shehaj ka qenë, kam përshtypjen, shumë vite, ka ndarë bashkë me Sali Berishën, me Lulzim Bashën, aspektet drejtuese të PD-s, dhe ka qenë deputet disa herë, mos gaboj 2 herë. 2 herë, po nuk ka qenë në kohën e Partisë Demokratike në pushtet. Po ka qenë bashkëudhëtar, po themi, edhe një farë kuptimi vartës, i Lulzim Bashës dhe bashkëudhëtar me Sali Berishën. Madje dikush mund thotë që PD-ja edhe në kohën kur Basha ka qenë kryetar, ka qenë drejtuar nga Berisha. E para kjo. E dyta, po ashtu, zoti Sheja, një lloj si zoti Lapaj, në tetor-nëntor të vitit shkuar, ndërtuan një koalicion që ishte ende në fuqi në fakt me Berishën, një koalicion elektoral për të mbështetur të njëjtin kandidat në Bashkinë e Tiranës, Florian Binaj. Kështu që më habiti fakti që pavarësisht jo vetëm historisë, po edhe aktualitetit të bashkëpunimit me PD-n dhe me Berishën, Agnoshet paktën ka zgjedhur publikisht kohët e fundit që të distancohet. Për mendimin tim, nëse më pyet për këtë, domethënë distancimi i Lëvizjes Bashk është parimor, sepse kur nuk kemi qenë pjesë politikës vjetër dhe të kompromentuar, dhe në çdo rast kemi spikatur me idetë tona, po edhe me aksionin ton politik, ndërkohë që distancimi i partisë zotit Shehaj besoj që është, nuk e di, ka të bëjë ndoshta me llogari politike, që është e drejtë atyre t'i bëjnë sigurisht. Nuk kanë rruga dhe nuk kam ndonjë, po themi, diçka për të ndarë me të.
unë nuk e konsideroj si një personazh politik me cilin ja vlen të bashkëveprosh. Ma kanë bërë pyetje disa herë, po themi në një vit e ca e fundit, po themi 14-15 muajt e fundit, dhe gjithmonë kam dhënë të njëjtën përgjigje, që nuk më duket e udhës që lëvizja bashkë të bashkëpunoj me parti me cilat ti nuk mund ndërtosh dot marrëdhënie besimi, nuk i beson dot as ndershmërisë tyre, as koherencës tyre, as mbajtjes fjalës, gjëra që janë dëshmuar muajt e fundit në veprimet e tyre dhe që na kanë dhënë të drejtë. Pastaj çdo parti dhe çdo përfaqësues partijak ka drejtën të bëjë çfarëdo lloj aksioni politik edhe të tjerë duhet respektojnë të drejtën e tyre kushtetuese. Është e drejta e gjithkujt që të bëjë protesta, ekzibicione, të gjitha format e veprimtarisë politike apo estetike që dikush i konsideron të vlefshme. Pra nuk ka asgjë të palishme këtë mes, kështu që secili bën punën e vet. Ne po ecim para një herë, me ritme jo të ngadalta, dhe unë dua ta faktoj këtë që po them nga matjet e opinionit publik. Do t'ju kujtoj që në vitin 2023, unë kam qenë kandidat për kryetar bashkie për Lëvizjen Bashkë dhe kam marrë 4.78% të votave në Tiranë si kandidat për kryetar bashkie. Në të vetmi sondazh që u bë për zgjedhjet që do duhet mbaheshin në nëntor në Tiranë, por u shtyr, të botuar mos gaboj tek News 24, u bë një sondazh që në atë sondazh mua më nxirrnin me 12.5%, pra gati 3 fishim të rezultatit, pa filluar ende fushata elektorale. Dhe këtë e them për të dëshmuar që po rritemi dhe jo ngadalë. Sigurisht që shtrohet pyetja me drejt që çfarë do ta rrëzoj këtë qeveri. Se të ishim në Finland, s'do kishte nevojë. Begjas kryeministri i Finlandës do e kishte ndërheqjen vet, aq shumë do turpërohej nga zëvendësia e tij e korruptuar që ndan tenderat me telefon, saqë ku diun, bashorti ose bashortja në shtëpi, se nuk e di nëse kryeministri i Finlandës është burr apo grua, do ta vinte para pozitës dhe thoshte na turprove, jep dorëheqje, lere bo partia e qytetarët që do e bënin shumë më herët. Mirë, po jemi në Shqipëri, jemi në një vend ku ata që kanë pushtetin janë mësuar të vjedhin dhe janë mësuar të mos pyesin fare për opinionin publik. Kështu që shtrohet pyetja çfarë mund t'i rrëzoj. Opsioni që trumbetohet më shpesh është ai i një bashkimi të gjitha partive opozitare. Po mendoj që nuk është ky opsion i duhur për një arsye shumë thjeshtë, sepse nuk mund të jesh në front me njerëz dhe me parti që nuk ndajnë të njëjtat parime dhe të njëjtin moral si ti. Po nuk mund të ndash po themi luftën kundër korrupsionit me të korruptuar. Është një lloj si të shkosh në luftë, ai që ke në krah pushkën të ta drejtojë ty, një lloj si ai që ke përballë, sepse të dy janë të korruptuar ose të etur për të korruptuar në rast se nuk kanë pushtet aktualisht. Kjo nuk funksionon. Kjo nuk funksionon sepse do i dëshpëronte qytetarët. Qytetarët do fillonin ta shihnin politikën pastaj si një pazar ku partitë shkojnë nga një anë në tjetrën dhe nuk ka asgjë parimore dhe morale. Sigurisht që qeveria mund të bjerë dhe unë besoj që gjasat janë që të bjerë përmes 3 mënyrave dhe asnjëri nga ne nuk e di cila prej tyre do ketë më shumë sukses sepse nuk mund ta parashikojmë të ardhmen. Një version do të jetë një revoltë spontane e qytetarëve dhe ka raste në Shqipëri të revoltave ose të protestave të mëdha spontane, që nuk kanë pas dikur karakter antiqeveritar drejt për drejt, domethënë me kërkesë për rënien e qeverisë, por mund të kenë kësaj radhe, sidomos nëse Edi Rama nuk voton imunitetin, heqjen e imunitetit Belinda Ballukut. Kujtoj protestat për armët kimike, protestat e studentëve dhe protestat për pasi u vra djaloshi Klodian Rasha. Pra janë 3 shpërthime spontane që nuk thua dot cili organizoi. Nuk ka rëndësi fare kush e mori iniciativën, është anonima ai që mund të thënë pari hajde dalim rrugë, por ama është krijuar një masë e madhe shoqërore. Ky do ishte opsioni i parë. Opsioni i dytë që mund të ketë ndodhur në vende të tjera do të ishin iniciativën e merrin grupimet shoqërisë civile, që kanë një lloj pansie dhe nuk kanë një karakter politik të dukshëm. Në Shqipëri kjo nuk ka funksionuar deri më sot, por nuk do të thotë që meqenëse nuk ka funksionuar deri më sot mos funksionojë në të ardhmen e afërt. Opsioni i tretë, dhe këtu është përgjegjësia e çdo partie politike, është që ajo parti që ka reputacionin moral, që ka besimin e qytetarëve, në momentin e duhur të thras protestën e duhur në vendin e duhur me mesazhin e duhur dhe kjo të bashkojë një masë të madhe kritike qytetarësh për të mundsuar këtë që po i thosha, rrëzimin e qeverisë. Këto janë 3 opsionet e mundshme të rrëzimit të Ramës dhe jo ajo që zakonisht trumbetohet në mjediset mediatike
edhe në kafenet e njerëzve po themi të famshëm në Shqipëri, që janë kalkulime të tipit marrim këtë, heqim atë, a thua se po bën merkato futbollistësh. Po, në botën e futbollit dhe të sporteve ka vënë bëhet merkato deri në orën e fundit, pra të shitet dhe të lihen lojtarë, në politikë jo. Ne kemi përjetuar për skeqi politikën si merkato futbolli për gjithë këto vite. Unë besoj që shoqëria shqiptare tashmë është e pjekur që të kërkojë më shumë se kaq. Ne kemi bërë 3 protesta para Kuvendit të Shqipërisë. Protestën e 4 do ta kushtëzojmë në kohë me dinamikën e procedurale, themi të imunitetit të Belinda Ballukut, që të krijojmë atë momentum ku edhe vëmendja shoqërore është maksimale. Ne mendojmë për opsionin e tretë, jo sepse është opsioni vetëm, por sepse opsioni ku ne mund të kontribojmë. Ne nuk mund të kontribojmë nëse shoqëria shpërthen spontanisht. Po shpërtheu pesë spontanisht, s'ka sa do fare ne. Mund të jemi edhe ne aty pjesë e turmës si qytetar, por nuk është më në dorën e partive ajo gjë. Nëse iniciativa merret dhe ka sukses nga organizata shoqërisë civile, përsëri partitë ose nuk janë fare ose janë margjina. Çdo parti duhet përgatitet për atë që ka në dorë. Pra, që të jetë ajo leva në dorën e qytetarëve për të ndryshuar situatën. Unë e përdor shpeshherë konceptin e levës. Zakonisht partitë Shqipëri kanë përdorur popullin si levë për interesat e tyre. Ndërkohë që Lëvizja Bashke konsideron veten e vet levë në duart e qytetarëve. Pra ne vendosim veten në duart e qytetarëve në mënyrë që përmes aftësive tona organizative, mobilizuese dhe ndërgjegjësuese, qytetarët të shprehin revoltën e tyre dhe të kenë sukses politikisht. Asnjë njeri që jeton me punën e vet ndershme nuk është rehat në Shqipëri, ose me biznesin e vet ndershëm. Çdo pozitë të ketë, edhe pedagog, edhe gazetar, por qoftë edhe deputet, siç është Redi Muçi. Siç ti mund të jesh deputet, qoftë je deputet i ndershëm që bën punën tënde, e pastaj po u përplasën në spital, pra do të marrin para, nuk do ketë ilaçe, ku do të çosh fëmijët në shkollë. Mungon siguria në rrugë, ajri që thithim të gjithë na smur, vdesin mira vetë çdo vit nga smundjet që vijnë prej ndotjesarit. Pra në këtë kuptim, shumica dërbuese e njerëzve, pavarësisht punës që bëjnë dhe të ardhurave që kanë, nuk janë rehat. Dhe kjo është një arsye për të ndryshuar gjëra. E dyta, më lejoni t'ju kundërshtoj për sa i përket shpeshtisë së revoltave. Në Shqipëri ka pas revolta në kuptimin e protestave të mëdha dhe fuqishme popullore disa herë. Pra, ne kemi rreth 35 vite në pluralizëm, 35 vite, po të marrim dhjetorin 90 si pikë nisje, 35 vite e si bie 1 muaj, ose po thuaj se 2 muaj. Në historinë e Shqipërisë ka pas disa valë të mëdha protestash. Ka qenë protestat e vitit 90-91. Ka qenë protestat e vitit 97. Kanë qenë pastaj protestat e 2013-s, armët kimike, 2018-s, studentët, 2000 mos gaboj 21-shit është Klodian Rasha, vrasja e Klodian Rashës, pastaj kanë qenë këto protestat për kundër rritjes çmimeve që kanë pasur një lloj pjesëmarrje të 2022-shit, mos gaboj. Pra ka pas disa valë protestash. Dhe protesta në fakt kudo në botë një lloj janë, kuptimin e nisjes. Dalin njerëzit në rrugë dhe kërkojnë një ndryshim të rëndësishëm. Secili del me idetë e veta që kanë kohë. Ajo që ka munguar në të gjitha rastet që përmendëm deri më sot, ka qenë ekzistenca e një partie politike që atë frym, atë revolt, atë, po themi, edhe mllef edhe shpresë, ta kanalizoj në mënyrën e duhur. Pra ta kanalizoj për mirë. Sepse PD-ja unë besoj e kanalizoj për keq mbas 92-shit. PS-ja e kanalizoj për keq në 97, madje degradoi deri në përplasje të armatosura. Në këto protestat e tjera nuk ka pas një parti që të kishte autoritetin e mjaftueshëm moral që t'u jepte atyre protestave drejtimin e duhur. Unë besoj që ekzistenca e Lëvizjes Bashke në këtë kontekst është një faktor përparimtar. Që nëse do kemi protesta të tilla, jo në kuptimin që ne do t'i përdorim protestat, në kuptimin që ne do t'jemi shprehja politike e atyre protestave. Protestat kanë logjikën e vet, kanë frymën e vet, kanë vazhdimsinë e vet, por gjithë problemi është dita e nesërme. Çfarë ndodh pas ditës fundit protestës. Dhe ky është vendi momenti që ne kemi dështuar. Nuk kemi dështuar protestë.
Po kemi pas shumë raste ku njerëzit janë ngritur në mënyrë gjenuine, se unë mbaj mend kam qenë fëmijë në vitet 90, i mbaj mend masat e studentëve. Midis ambasadës sot amerikane dhe ambasadës italiane ka qenë një fushë, tani kanë pallate, u ka banuar në atë lagje, dhe kam qenë pothuajse 9 ose 10 vjeç kur studentët kalonin një masë entuziaste studentësh i shihja. Dhe i kam parë në shkurtin e 91-shit, ku shkonin për të rrëzuar monumentin e Verozës, sigurisht nuk e dija ku po shkonin, që ka dëgjuar që studentët ishin protesta, se ishte një vrull dhe një entuziazëm rinor që ma ende më ka lënë bresa. Pra sot, i bie 35 vite më pas, ende i kujtoj me ëndje atë ditë, pavarësisht se shumë pak kuptoja politikisht aso kohë. Dhe nuk mund besoj që ata njerëz që ishin aty ishin të, po themi, dikush i kishte shtyr apo dikush po i manipulonte, mbase e kanë pas si qëllim disa. Por ama dëshira aty ishte gjenuine, do të thënë, vullneti i tyre ishte vullneti i mirë, se ti nuk mund të bësh 10 mijëra njerëz, ti pilotosh që të bëjnë gjëra nëse ata nuk kanë dëshirën e mirë dhe nevojën për ndryshim. Dhe besoj që sigurisht në kushte të tjera, edhe shoqëria shqiptare sot po piqet për ndryshimin. Ne në fillim viteve 90 kërkuam lirinë. Se s'kishim liri. Ne fituam një pjesë të lirisë. Vetëm se rrugës e kuptuam që një pjesë e kësaj lirie është liri formale, është liri sa për sy e faqe, nuk është liri e vërtetë. Që ndoshta ky do të jetë hapi i dyti, aty që mund të quhet, s'po quhet revolucion politik, po quhet një lloj evolucioni politik të shoqërisë shqiptare, që në fillim viteve 90 kemi fituar një pjesë të lirive, e tashmë ndoshta në 2026 të fitojmë lirinë e plotë, pra që Shqipëria të jetë një vend me liri të mirëfillta politike, sociale, ekonomike, civile, siç i kanë vendet më të përparuara. Procesi djegjes kohës është prapë një moment tjetër. Është momenti kur shoqëria, besoj unë, do të dalë në protest, ose thirrë nga lëvizja bashkë, ose në mënyrë spontane. Pra gjithmonë ka një moment politik. E di, unë e kuptoj që strategjia e Ramës që ta shtyje pafundësisht mandatin e Belinda Ballukut. Po mendoja para disa ditësh analogjinë me pëlhurën e Penelopës, që e thurte ditën edhe shkurte natën, edhe Rama këtë përpiqet të bëj. Jo vjen një moment që gjërat duhet ndryshojnë edhe nuk mund të mbes pa përgjigje. Pra vjen një moment që Rama do të detyrohet të shprehet. Do t'ja heq imunitetin Belinda Ballukut apo jo. Deri më sot ai po mbrohet duke thënë presim gjykatën kushtetuese. Po edhe gjykata kushtetuese ka afate. Nuk mund t'i shkel afatet ka më shumë 3 muaj. E dhënjes së një porama, në rast se kalon afati për imunitetin, shoqëria shqiptare duhet nguli këmbë që Rama të shprehet dhe shumica parlamentare shprehen më herët se gjykata kushtetuese, sepse në fakt nuk ka lidhje përmbajtësore midis vendimit të gjykatës kushtetuese dhe vendimit parlamentit. Gjykata kushtetuese vendos në parim. Nisur nga rasti Balluku, po do vendos në parim nëse një institucion i drejtësisë mund të pezullojë apo jo nga detyra një ministër kushdo qoftë ai. Pra një njeri të votuar nga parlamenti, a mundet që në rastet skajshme ta pezullojë nga detyra një gjykat? Ky është kazusi për në gjykatën kushtetuese dhe kjo nuk lidhet fare me emrin e përveçëm të Ballukut. Mund të ishte një njeri tjetër. Ndërkohë që vendimi për imunitetin e Ballukut varet kryekëput nga dosja e Ballukut. Pra nga ato shkelje të ligjit që ka bërë Belinda Balluku, dhe deputetët duhet gjykojnë mbi përmbajtjen e dosjes Ballukut. Jo, gjykata kushtetuese nuk ka për detyrë të shprehet mbi përmbajtjen e dosjes. Kurse parlamenti do duhet të shprehet mbi përmbajtjen e dosjes. Unë besoj dosja është mjaftueshëm skandaloze me sa ka dalë në opinionin publik që ta bëj domosdoshme heqjen e imunitetit të Ballukut. Të shoqëria duhet ta detyrojë të shprehet. Sepse në politikë ti nuk mund të kalosh pafundësisht me heshtje gjëra. Në fakt politika është ajo fushë e marrëdhënieve njerëzore ku është më e vështirë se në çdo fushë tjetër të mos shprehesh. Do të detyrojnë shprehesh, do të detyrojnë kundërshtarët, do të detyrojë shoqëria, opinioni publik. Sigurisht Rama mund të fitojë kohë dhe mund të manovrojë për të fituar kohë, po është e pamundur të mos shprehet, këtë dua të them. Ndryshe nga fushat e tjera të vërmitarisë që dikush edhe mund të thotë, ore s'kam asnjë koment. Është vështirë që një politikan në atë nivel pushteti për një çështje kaq të rëndësishme pafundësisht mos shprehet. Do jetë i detyruar të shprehet dhe unë shpresoj që shoqëria shqiptare të
ketë aq forcë ata detyrojë t'ja heq imunitetin Ballukut, ose në rast se ai e mbron Ballukun dhe voton që të mos hiqet imunitetin Ballukut, shoqëria pastaj me protestat e veta t'i rrëzoi bashkërisht Ballukun, Ramën dhe të gjithë të shumicë korruptuar qeverisë.